Punimet për rehabilitimin e sheshit Skënderbej në qytetin e Shkodrës po vijojnë. Aktualisht po punohet në pjesën e dytë të këtij segmenti, që nis nga rreth rrotullimi pranë Muzeut të Dëshmisë dhe Kujtesës deri tek kryqëzimi pranë stacionit të trenit. Në gjithë gjatësinë e kësaj rruge po ndërhyet për heqjen e asfaltit të vjetër dhe po bëhet përgatitje për shtrimin e asfaltit të ri. Punimet për rekonstruksionin e sheshit Skënderbej në qytetin e Shkodrës po vijojnë. Pas përfundimit të fazës së parë ku është bërë i mundur shtrimi me asfalt i rrugës, gjithashtu dhe vendosja sinjalistikës horizontale, tashmë ky investim ka nisur fazën e dytë të këtij projekti, ku po punohet nga Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës deri tek kryqëzimi i stacionit të trenit. Gjithçka bukur. S'ka më mirë, kjo është a do të shmu bo ka herë, po të shti ka koha i banë. E nevojë do pozdo. Tu ka ardhu i der dyqane. Tesh me këtë rregullimin më mërmendja ka me kënë më mirë. Shërbenet është i domosdoshëm për sikur të fillojnë mirë është. Marrim shumë vesh në kjo punë, po inshallah mirë do të jetë. Jo, se rrugë nuk është në gjendje dhe shkreshe, po megjithatë, me qenë se u bën një copët mirë është. Shumë klas, shumë faleminderit se e kanë bërë Shkodrën si s'ka si është më mirë. Unë s'kam makinë, po kanë prishur në shkatërruar me i fia kanë. Tash inshallah bëhet mirë e më mirë. Punimet janë planifikuar të përfundojnë deri me 13 prill, ndërsa gjatë këtyre ditëve ky aks rrugor do të jetë i bllokuar për lëvizjen e automjeteve nga ora 8 deri në orën 18. Në njoftimin e saj, bashkia kërkon edhe bashkëpunimin e qytetarëve për mbarvajtjen e punimeve.